Përshëndetje shikues të Zjo me MCN dhe mirë se erdhët përsëri te kuzhina ime gatuar nga duart e mirës. Për sot do të përgatisim së bashku peshk me orzo dhe spinaq. Le të fillojmë së bashku. Për të plotësuar këtë recet më duhet peshku, kemi spinaqin, na duhen qepët, majdanoz, djath dhe pasta. Do të përdorim lëng zarzavatesh dhe kremin e qumshit. Kemi zgjedhur peshkun, ky është labrak, si bes, por është nga Chili. Le të fillojmë. Si fillim, më duhet që të kripim peshkun, se më duhet ta çojmë në sopë për 15 minuta dhe pastaj do të përgatisim salcën për t'ja hedhur peshkut dhe kështu që po fillojmë me peshkun në fillim, i hedhim pak krip, po i hedhim pak piper, peshkun do ta skuqim pak dhe pastaj do të vej në furrë në një temperaturë 200 gradë për 15 minuta. E do pak piper, kështu që po i hedh më shumë të ketë këtë masë. Okej? Peshkun e kemi gati dhe tani le të shkojmë te soba për ta skuqur pak nga çdo anë, thoj 4 deri në 5 minuta. Le të fillojmë. Kemi ndezur sobën, e kemi gati për tenxherën për të nxehur përpara, po shtojmë vajin e ullirit. Po i hedhim pak gjalp. Dalëm që gjalpi të shkri. Komplet kur gjalpi të shkrit, do të vendosim peshkun për të skuqur. Tani i shtojmë peshkun. Dalëm që të skuqet dhe pastaj do ta kthejmë. 4 minuta nga çdo anë dhe pastaj e kthejmë peshkun që të marrë atë ngjyrën pak e të krijojë një si lëkurë lart dhe ajo e mban lëngun brenda që nuk e lë që të dali. Tani e kthejmë peshkun nga ana tjetër. Dalëm edhe nga kjo anë të marrë këtë ngjyrë dhe pastaj do ta çojmë në një tavë tjetër dhe do ta çojmë në furrë për të pjekur pak më shumë për 10 minuta. Tani peshkun e kemi gati, e kemi skuqur. Që do një ta shikoni nga të dyja anët, po të duam e skuqim edhe pak në anë për të marrë atë ngjyrën floriri, por nuk ka nevojë, unë po e vendos se do ta vendosim në sobë, si thash. Sobën si thash se kemi ndezur dhe po e vendosim për 10 deri në 15 minuta dhe pastaj do ta shohim përsëri. Do të qërojmë 2 qep të kuqe dhe më duhet që ta grim holl qepën. Qepën do ta skuqim në të njëjtin tigan që skuqim peshkun. Qepa më duket që ta grim sa më imët. Unë e griva, po për vetë edhe një hermetik për të coptuar ato pjesë janë më të mëdhaja.
Presim edhe qepën tjetër. Siç kam thënë edhe në recetat e mëparshme, këto janë receta që bëhen shumë shpejt dhe nuk na han shumë kohë për të shpenzuar në kuzhinë. Kaloj dhe një herë lartë. Dhe tani do të fillojmë të skuqim qepën përpara dhe do të qëroj dhe hudrat. Më duhet bigati dhe hudrat, në të njëjtën kohë po I hedh pak gjallë për të skuqur qepa. Po e lëm qepën të skuqet pak dhe unë tani do të qiroj 2 thelpin me hudhër dhe do t'i shtypim. I shtypim hudhrën, si thash 2 thelpin hudhre. Ta lëm dhe hudhrën të skuqet bashkë me qepën, sa hudhra të lëshoj atë aromën e duhur. Tani do të hedhim makaronat orzo, gjysmë gode kam për këtë recetë. Dhe do t'i lëm që të skuqen bashkë me qepën. Makaronat janë skuqur dhe tani po I hedhim pak verë për të nxjerrë komplet lëngun që ka lëshuar qepa me hudrën dhe po I hedh pak verë të bardhë. Nëse nuk keni verë të bardhë, mundet të përdorni një lloj vinigret që keni në shtëpi. Dhe tani më duhet t'i hedh lëngun e zarzavateve. Kam 1 gotë me lëng zarzavatesh, po ja hedh. Dhe në temperaturë të ulët do t'a lëm që komplet orzo të zjejnë bashkë me qepën edhe hudrën. Në qoftë se do na duhet t'i hedhim më shumë lëng zarzavatesh, ja hedhim. Unë po I hedh pak krip, edhe pak piper. Dhe do t'a lëm sa të zjejnë orzot dhe pastaj do t'i hedhim spinaqin. Tani orzot janë gati. Kështu më duheshin, kanë nxjerrë, janë në rregull dhe tani më duhet t'i hedh kremin e qumshit. I shohim me sy pak dhe do t'i
Grim edhe pak djath kaçkavall. Gjithmonë temperatura duhet sa më ulët. Po i grim pak djath kaçkavall. Ti hedhim pak gjalp, jo shumë, vetëm pak sa për të bërë kremin tjetë salca pak më e trashë. Okej. Po i hedhim pak specë djegëse. Dhe do t'i shtojmë spinaqin. Një dorë me spinaq, është mjaftueshëm. Dhe do t'i vendosim kapakun për 2 minuta sa spinaqi të tretet në ujin e vet. Okej. Çdo gjë i kemi gati tani, të nxjerrim edhe peshkun nga fura dhe le ta çojmë në pjatë, duket shumë e shijshme. E peshkun e kemi gati. Dhe tani le të bëjmë pjatën. Okej. Tani më duhet hedhim the orzo pasta në pjatë. Ta afrojmë pak që mos të bëhet pjata pis. Smells delicious. Një aromë shumë e mirë. Edhe pak. Pak djath kaçkavall. Të pak. Dhe kjo ishte dhe reseta për sot. Kjo ishte dhe receta për sot, shpresoj që dhe juve t'u ketë pëlqyer. Është një recetë shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Faleminderit për shikimin, shihemi në recetat e ardhshme. Mirupafshim bashkë.